Përshëndetje nderuar miq, dje bëra një video që ova këtu në rrjetet sociale ku me alegori në formën e një fabule kisha marrë disa kafshë ku përshkruanja situatën e gjendjes politike në Shqipëri. Thoja që Ramën e mbron një krokodil, i cili vazhdimisht mund të kthehet shumë i rrezikshëm dhe t'i bërsulet Ramës, dhe është rreziku më i madh për shqiptarët, që është sionizmi, Izraeli, të cilët kanë filluar të hedhin rrejnë dhe ta kontrollojnë këtë vend. Dhe nga ana tjetër është qarpri, thoja, për Sorosin, që i ri nga mbrapa për ta kafshuar, dhe është ai që ngriti sepse kishin informacion shoqëria e hapur, dinin se çfarë po bëheshin, janë në nivelet e larta të pallatit, kanë njerëzit e tyre, kanë pasur aty si fugat me shok, kanë dhe agent të tjerë të brendshëm në qeverinë. Rama, përpara Rama, ka qenë njeriu i tyre, erdhi në pushtet prej tyre, mirë po filloi lufta mes dy klaneve të Sorosit, mes rilindasve dhe mjaftisëve, dhe Rama goditi asin në meng që kishin Sorosianët, që ishte Erion Veliaj, i cili në fakt është një njeri më ndyrë se Rama, që i ka bërë të këqija dhe mund t'i bënte të këqija shumë më tepër se Rama vendit tonë. Është një fliqan, një ndyrësir, një mashtrus, një perdes, një hajdut, një propagandist falso, një demagog gënjeshtar, një që ngjan me ata tentatorët e njësitit Gueril me Myslim Ketën, Beqir Ballukun, edhe këta të tjerët, kështu që vetëm për atentate, për kaose, për frike, për terror e kishin mendjen. Si theshte atëherë i vetmi që tha, po se erdhi tha Muhameti ke Mali, do vi Mali ke Muhameti, tha, pra do vinte ky që ishte Mali, edhe do vinte do na vaksinonte ne me dhunë ky fundërin dhe e gjeti vendin. Dhe kështu po e gjenë edhe Rama si protektori madh i pandemis, dhe kështu dua që të përfundoj dhe ajo ish ministri atëre e shëndetësisë dhe ata të komitetit të Leshit që i quajnë unë, do dëshironja shumë që dhe ata të përfundonin për genocidin, përfundonin keq për genocidin e madh që i bën popullit shqiptar me disa mendëgjegje se e dinin çfarë po bëhet, ose disa të tjerë për ignorancës, po duhet të paguajnë për gjithë dëmet që i kanë bërë popullit shqiptar me rastin e pandemis. Tash i kam pasur miq që më thonë, ore, ndaj një çik këto, pse gjarpri me krokodilin janë në luftë, sepse të dyja këta, dhe gjarpri dhe krokodili, nuk i vura kotën si zvaranik, janë Jewish, dhe pse gjarpri me krokodilin janë armiq, pse Sorosi me sionistët janë armiq. Sorosi në fakt nuk është kundër Izraelit, por është globalist dhe është kundër politikave nacionale që ndjek Izraeli. Ai ka financuar edhe këto shoqatat e ndryshme në Palestinë, në Bregun Perëndimor dhe në Gaza, ka dhënë rreth 10 milion euro për këto shoqatat e drejtave të njerëzit. Ai mbron këtë multinacionalizmin, përzierjen e racave, lufton këto dallimet e ndryshme racore, siç përpiqet të bëjë Izraeli kundër arabëve dhe kundër palestinezëve në veçanti. Dhe për këtë arsye Sorosi është për ekzistencën e Izraelit, thotë që futet gjujshët kanë të drejtë të ta mbajnë, ta kenë shtetin e tyre, po duhet që të mos u bien në qafë dhe të zgjerohen me atë idenë e Izraelit të madh që kanë sionistët në kryen Netanyahu sot, dhe Sorosi është kundër këtyre politikave, pra është kundër objektivit të madh që kanë sionistët për krimin e Izraelit të madh, dhe kjo është arsyeja pse ata ndahen dhe nuk e falën Ramën, pse u lidh me sionistët dhe tradhtoi ata që sollën në pushtet, që ishin leftistët dhe globalistët e Sorosit. Ky pra është dallimi që unë bënja dje. Thash që Ramziu ka përballë shqiponjin që është ngritur tash me krahët shqiponja e shqiptarëve që janë protestuesit, dhe
protestuesi dhe Shqiponjën e zgjoj qarpri, thashun, sepse qarpri dinte lojrat dhe dinte se qa po bëheshe në Zvërnec, edhe shfrytëzoi momentin duke dhënë informacione dhe duke ngritur nacionalizmi shqiptar, pra duke zgjuar Shqiponjën, e cila filloi menjëherë të tregonte vitalitetin dhe fuqinë e saj, sepse Shqiponja dhe kur duket si e përgjumur, nuk flekur, është vigjilente dhe asnjëherë nuk ka lënë të tjerët që në histori të zaptojnë këtë vend. Por mbi krokodilin në fakt është edhe një ujk, dhe krokodili përpiqet t'i mbrojë të dy, dhe ujkun dhe Ramën. Ujku është mafja, e cila ka dhënë shumë lek dhe Rama ja u ka pastruar dhe ata po presin që t'ja u investojnë në përkullat e ndryshme. Por institucionet dhe shërbimet sekrete kryesisht që janë kundër futjes së sionistëve në Shqipëri, në vendet perëndimore, sidomos në Gjermani, po jo vetëm, dhe në Turqi dhe Kroacia, luftojnë dhe Austria luftojnë që Rama të bjerë për shkak se ai është lidhur me krokodilin. Tashi, kush do tjetë rreziku mi mati Shqiponjës në qoftë se Ramën e glabërojnë, se të gjithë duan t'i marrin parat. Krokodili kërkon t'i marrë më shumë para se që ka marrë, pra të vazhdoj të mbaj Ramën dhe këty apasetet të tjera pa fund, edhe para 2-3 ditëve, edhe kur fillon protestat kundër futjes si Izraelit dhe përmbrojtjen e çështjes kombëtare, me parullën Shqipëria nuk shitet dhe Shqipëria shqiptarve, ku nuk kuptohet edhe pasaporta jo të uajde, Rama ju bëri sfidë me atë ministrin debil të bujqësisë dhe Kalamanin nga Ceriku, atë Buzi Qumshin Pordac, bën disa marrëveshje për të futur 15 kompani izraelite në bujqësi, kryesisht në fushat e artat Shqipërisë që ata i kanë ndëruar prej shekush. Dhe para 2-3 ditësh Rama prapë bëri 2 marrëveshje si sfidë ndaj protestuesve me Izraelin, ku ata do të ngrinin forcat tona speciale, do t'i stërvisnin dhe praktikonin që të mbajnë Ramën në pushtet, që ata të bëhen të aftët, të godasin shqiptarët ashtu si izraelitët godisnin gazianët, dhe këto trupa speciale që do t'ja veqin trurin me shirinjë, duke folur terrorizmi, antisemitizmi, e kështu si budallënj që janë skuptojnë azjaike dhe gazetarët. 99% janë budallënj, nuk i dini, përdorin fjalët kështu kot, pa kuptim, si përdor propaganda e Izraelit, përdorin fjalët antisemitizm, anti-kështu, anti-ashtu, janë komplet me trurin bosh, të mbushur me tallash. Nuk kanë as koncepte historike, as koncepte mbi kuptimin e fjalëve që përdorin fjalën ebre, përkthejnë në vend të fjalës gjuhësh që s'janë një lloj, përdorin fjalën antisemit, domethënë quajnë arabët antisemit, kur arabët janë vetë semit, domethënë idiotësi të tilla dhe nuk e kuptojnë që kur thonë antisemit, që kanë kuptim, domethënë kundër Izraelit, nuk e kuptojnë që ata që janë në Izrael, shumica absolute, nuk janë semit, pra nuk janë ebrenj. Po një pjesë janë arab, një pjesë janë vogël janë ebrenj, 10% dhe të dy bashkë mund të bëjnë 20%, 30% të popullsisë. Këta janë semit, palestinezët dhe ebrenjt. Por jo çdo gjuhësh është ebre, gjuhësh është besim, është kuptimi fetar i fjalës që është feja e Mojsiut, gjuhësh, të besosh ke vjatë e vjetër, ke Torau. Mund të jesh edhe kines, edhe ta kesh nënën ebre, edhe të kesh lindur me baba kines, edhe beson aty ke mësimet e Toraut, që është gjuhësh, por ti nuk je ebrej 100%, sepse 50% i gjakut e ke kines. Dhe kështu është dhe me ata që quhen ebrejnë të lindjes, të cilët nuk janë, ka dhe topjan të zinj, që s'janë ebrejnë, por janë gjuhësh, kanë fenë, si që janë për shembull muslimanët, ka dhe boshnjak, por nuk janë nga Arabia Saudite, nuk janë arab nga ka qenë Muhameti, edhe këta nuk janë hebrej nga ka qenë Mojsiu, janë etiopian të zinj, janë këta ashkenazin të lindjes që ndërtuan mbretërinë
e Kazaris aty në mbi detin e Zi, dhe ujku tash është mafja, e cila ka investuar dhe qëndron dhe kjo mbi kurrizin e krokodilit. Shqiponja, pasi të goditet Rama të largohet ose ta hanë në këto, të ketë punë më të lehtë me gjarprin dhe me ujkun, me mafjen, e cila është e lidhur me Ramën. Edhe me gjarprin, Shqiponja i mbyll punët shumë shpejt, nuk e ka problem fare. Ju e din edhe me ujkun, ju e dini që Shqiponja e shumë shpejt ujkun. Nuk e ka problem, i lëshohet, i fut ato fikat edhe e ngorth. Tërë problemi përsa i madh do t'jetë lufta me krokodilin. Çdo qeveri që do të vi, po që se ky sistem dhe sidomos rilindasit dhe mjaftisët do të bien, atëherë gjithë problemi nga mbrapa do jetë se Rama edhe po iku na ka lënë litarin zvarë me krokodilin. Ka shumë marrëveshje të firmosura dhe këta janë shumë të fuqishëm në botë dhe kanë gjykata, kanë dhe do t'jetë shumë e vështirë lufta afatgjate me këta që këta të maturohen në Shqipëri, jo të dëbohen, me këta duhet ndjekur politika e zjarrit. As shumë lartë septohemi, sepse këta janë shumë fuqishëm, as shumë afër, sepse na përvëllojnë. Rama u afrua shumë me ta dhe po përvëllohet. Askush duhet të bëj këtë gabim me këta. As t'i bëj armiq dhe të qëndroj larg me ta, sepse plevitoset dhe mbërdi, por as t'i qëndroj shumë afër. Këta duhen lënë në punën e tyre dhe të mos ngatrohemi në fare. Atje këta kanë 2500 vjet, 3000 vjet që dër të njëjtat historira tregojnë në Bibël, vram kaq fëmijë, bën terror kaq burra, kaq gra, kaq me njëri tjetrin këta tregojnë vetëm për vrasje dhe për dhunë dhe për gjakë dhe për sakrifica njerëzore në librin e tyre në Torah. Ne s'kemi punë të përzihemi me këta, le të bëjnë çfarë duan me njëri tjetrin. Ne ju duam të mirën, ju duam paqen, të ketë paqe atje, të ketë paqe gjithë bota, por këta nuk kanë për të patur kur paqe dhe ne duhet përfshihemi në punët e tyre. Më mirë djepi bosh se shejtani brenda. Tung tung.